Që natën e mbrëmshme, Rogerti dhe Mateo nuk po bëhet në rahat. Diskutime, Rogerti siç duket e ka inat që mund të shkon në finale Mateo dhe Brikena, dhe është duke gotitur Brikenën sepse tek shëndëriti nuk ndihet i rrezikuar që mund t'ia zër vendin. Çuditërisht, Miri është duke akuzuar Mateon për një veprim që bëri natën e mbrëmshme, që deshte ta nxjerrën me zarf të zi nga shtëpia Mirin dhe Rogertin për faktin që ja mbushi gotën me verë dhe që i tha ju bëft mirë. Tani, unë mendoj që gota me verë e pash atë momentin kur Rogerti ja gjuajti verën në këtë formë Mateos, që ma hiq shishe, nuk dua të ma mbushësh ti mua gotën me verë, erdhi si pasojë të gjithë dinamikës që ndodhi brenda në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë e të gjithë grindjes që ndodhi brenda në shtëpinë e Big Brotherit, tensionet që ishin kundërdrejt të gjithë banorëve dhe zënka në fakt që po bështe me Brikenën, dhe normalisht Mateo në mbrojtje të Brikenës, bashkëshortes të dashurës së tij, ai bëri këtë veprimin në kuptimin që i thot Rogerti që pi pak verë se të shtar goja. Do thënë kjo ishte kuptimi. Tani Rogerti, me sa unë e kuptoj, dëshiron që ta ofendon Brikenën, ta quan Mateon debil, ta quan një djalë i cili po mbahet, po këshillohet, po trajtohet nga Brikena dhe më në fund nuk dëshiron në asnjë mënyrë që t'i prishet terezia e tij nga Brikena dhe nga Mateo. E gjitha kjo gjëja ndodhen jo se Rogerti në fund të ditës ka ndonjë inat sepse nuk i kanë ndarë arat së bashku, do të thënë nuk e kanë personale, por çuditërisht në këtë lloj kthehet në personale, sepse Rogerti ndjehet i rrezikuar që Brikena dhe Mateo, duke e analizuar se çfarë fanbase kanë jashtë, duke analizuar se çfarë dashurie kanë jashtë, mund të shkojnë të dy në finale. Po, kjo është e vërtet. Për publiku i do që të dy në finale, Brikenën dhe Mateon, por produksioni e do Rogerti në finale, dhe kështu që Rogerti nuk e analizon të gjën. Edhe ditën e sotme kanë nisur të komentojnë dhe të debatojnë dhe të diskutojnë për ngjarjen e mbrëmshme. Tani, në momentin që ja bëri atë lloj lëvizje Mateos, duhet të zartëzi me patjetër se është një lëvizje që ka bërë Marko tek shëndriti. E një televizje, nuk kemi asnjë gjë më shumë asnjë gjë më pak, por siç duket Rogerti anashkalohet, por ai provokoi Mateo, me patjetër që dhe Mateo provokoi, domethënë që të dri bie që duhet të dënohen me këtë zarfin e zinës, se shkojmë sipas rregullores, sepse Mateo e provokoi, nuk mund të prekësh ti në gjën që tjetri e ka, domethënë të shenjë, që në këtë rast është ushqimi, që unë për veten time nuk dua njëri të përzi pirurin e tin pjatën time, dhe kështu që domethënë e njëjta gjë është edhe me Rogertin, këtu e mbështes. Por Mateo nuk e bëri me këtë konotacionin, Mateo i bëri thjesht për të mbrojtur Brikenën dhe luftën që Rogerti hapi Brikenës.